Për herë të dytë brenda 2 muajsh banorët e Himarës u ngritën në protestë për çështjen e pronave. Ata pretendojnë se tokat preferenciale në anë të detit po u jepen nga pushtetarët në Tiranë dhe ata lokal, njerëzve që s'kan lidhje me Himarën dhe jo pronarëve të lishëm të tyre. Po sikur jemi kriminalët e Shqipërisë dhe duhet na i vjedhin. I pari është ky që nuk do ketë turp. Kur tiki na kryetar bashkie që do rinë mes të Himariotëve, do ta shikoj ai se ç'e pret na ky popull. Atë dhe atë Tiranën që po i shkel Himariotët me këmbë. Më japish pronën, të ndërtoj një shtëpi, se shtëpia ime vjetër është shëmbur, kush kaloj ta shikoj. Tu veprojnë grupe kriminale, të cilat mbajnë pas petkun e mësitorit. Në krye të protestuesve ishte Nikolaj Neranzi, në cilësinë e kryetarit të shoqatës për mbrojtjen e pronave të Himarës. Neranzi tha se po proteston për pronat e veta, por dhe gjithë Himariotëve. Ti kërkoj ministrit të rendit lirimin e godinës policisë shtetit, sepse ajo është pronë e Neranzeve. Ti kërkoj përsëri ministres së mbrojtjes lëshimin e ambienteve të Porto Palermos. Ajo është pasuria e Himariotëve, të cilët janë sot këtu. Protestuesit pretendojnë se tokat janë të tyre që pa u formuar shteti shqiptar. Banorët kërkuan dorëheqjen e kreut të bashkisë Jorgo Goro, duke akuzuar atë se nuk e mbajti premtimin edhe në fushat për zgjidhjen e pronave. Ata pritën disa orë për të takuar kryebashkiakun, por një takim i tillë nuk u bë. Banorët artikuluan dhe zgjidhje ekstreme nëse nuk marrin pronat e tyre. Ne do ta mbrojmë me gjatë, do ta mbrojmë pronë që na kanë ngelur, ajo pas pronë kanë ngelur. Ndërsa me kryebashkiakun, inatin e kishin kaq të madh, sa e akuzuan atë se qëndron edhe pas autorëve që shkaktuan vdekjen e Aristotel Gumës disa vite më parë.